Arkiva televizive na kthejnë pas në kohë. Në janarin e vitit 1990, në ditët kur rrugët e Gjakovës u mbushën me protestues, me thirrje për liri dhe me përballje të ashpra me pushtetin serb. Gjithçka që rrëfehet vjen sipas dëshmive arkivore, ku protagonistët e asaj kohe rikujtojnë ngjarjet që lanë gjurmë në historinë e qytetit. Janari i vitit 1990 ishte kohë e trazuar në gjithë Kosovën. Demonstratat kishin filluar në shumë qytete dhe rinia shqiptare po ngrinte zërin kundër padrejtësive dhe shtypjes. Edhe Gjakova, si gjithmonë në momente të mëdha historike, nuk qëndroi anash. Organizimet nisën në heshtje, por shpejt rrugët u mbushën me njerëz. 30 janari vitit 1990 mbeti një nga ditët më të rënda dhe më të lavdishme njëkohësisht. Demonstrata, përleshje, gaz lotësjellës, rrahje, maltretime e plumba. Mbi qabrat valvitej flamuri, ndërsa demonstruesit përballeshin me forcat serbe, pa ju trembur syri. Një mbrëmje e zymt, mes trishtimit dhe krenarisë, dukej kudo. Bekim Bardhi kujton se atë ditë rrugët ishin të mbushura me njerëz dhe askush nuk mundonte të tërhiqej. Sipas tij, edhe pse përballë kishin policinë dhe dhunën, protestuesit ndjenin se po bënin diçka të madhe për vendin e tyre. Demonstrata si mbar Kosovën filluan edhe në komunën tonë. Ishte data 25 janar kur filluan dhe këtu zgjatën disa ditë. Demonstratat janë nisën mund nga qendra dhe pastaj duke protestuar, shkojmë në qendër rezistencës o bo lagja Gec ose sot si mund ta themi Parku i Lirisë. Mbaj mend ato natë kritike të cilat kanë qenë vështira për komunën tonë, ku e gjithë rinia u qu duke protestu okupimin serb mbi Kosovën. Ndërsa Gron Kryeziu që aso kohë ishte një i ri rreth 18-tave, në arkivën televizive kishte kujtuar shumë çka nga ajo periudhë. Ai gjithashtu rrëfen se të rinjët e asaj kohë kishin shumë energji dhe guxim, se nuk kishte frikë edhe pse ishin të gjithë bashkë dhe ndjenja se po luftonin për një të ardhme më të mirë rritej gjithnjë më shumë. Janari vitit 90 ishte e kohë kur shpërthyn demonstrata, protesta në lagjën e Gjeqarëve. Unë atë kohë isha 17-18 vjeçar dhe ju bashkangjita do më thonë turmën se protestuesve, cilë kërkonin do të thotë vazhdimisht lirin. Ato filluan dikun rreth orës 10:30, 11 sa më kujtohet në mëngjes. Ishte lagja Hong ku filluan. Ishte deri te lagja e Gutave Gjeqarëve, ku ishte i përfshirë i gjithë bregu i Qabratit. Të filluan, do të thotë në atë kohë dhe vazhduan vazhdimisht, kishte përndjekje policia sulmajke. Ne protestojshim, kurse policia gjuante me gaz lotësjellës, cilën që donte na shpërndante. Ato vazhduan gjatë ditës, deri ka ora, sa më kujtohet, ora 5:30-6, kur pas aty gjithë turma shkoi dhe u bajt në lagjën Gec, ku prapë edhe aty u zhvilluan protestime, kishte, po aty filloi edhe policia të ndërmarrë masa dhe më të mëdha, ishte bllokat totale, do të thotë, ku lagja Gec vetëm filloi edhe demonstranin protestues filluan kur sa më kujtohet është koll një makinë e policisë. Skënder Gola kujton se ishte një ditë dimri, por pa reshje.
Ai kishte treguar se protestuesit ishin të shumt dhe kishin ngritur barikada përballë policisë serbo-malazeze. Sipas tij, lagja Gec ishte një nga pikat kryesore të përleshjeve dhe aty situata ishte shumë e tensionuar. Fillimi i vitit 1990, populli shqiptar në Kosovë zuri duke protestuar metoda të ndryshme kundër regjimit të atërshme. Mund të them lirisht se të gjitha metodat e protestave ishin shumë demokratike, duke filluar prej cigrimës së zilave të ndryshme dhe ndezjen e qirinjeve, pastaj edhe tubimi i masës popullore me të vetëm kërkesë, vetëm liri dhe demokracia dhe për popullin shqiptar në Kosovë. Sa i përket ditës së 31 janarit të vitit 1990 në Gjakov, protesta më masovike u bë në parkun e lagjës Gec. A ditë përkundër përpjekjeve të masës posaçërisht të rinisë që të manifestojnë në qendër të shtetit, forcat e mëdha policore penguan që me çdo kusht ta pengonin këtë. Ma në fund të rinjit të shtetit si hapësirë gjetën në parkun e lagjës Gec. Ishte një ditë dimri mi po pa të rreshura. Kishte edhe diell. Më kujtonte edhe këto ditët e para të këtij viti, atë ditën e para 15 viteve, masa në fillim filloi të bëj barikada për të mos deportuar mjetet e forcave serbe. Ishte fjala për makinerinë, më pastaj filluan të protestojnë në parkun e lagjës Gec. Aty ishin mbledhur një masë e madhe të rinjëve nga pjesë të ndryshme të shtetit, mirë po pse jo edhe nga fshatra të ndryshme, kishte edhe pjesëmarrës edhe nga qytete të tjera. U bë një protestë jashtëzakonisht e madhe, kishte shumë njerëz të tubuar, masa popullore asgjë tjetër nuk ishte me vete pos dy gështrinëve, të cilët protestonin me shenjën liri dhe demokraci në Kosovë. Albert Shala kujton një epizod tjetër të veçantë nga ajo ditë, duke treguar se protestuesit edhe pse përballeshin me dhunë, nuk largoheshin nga rrugët. Ka qenë 31 janar vitit 1990, atë ditë gjithë ditën ka pas pollovinë për qytet demonstrata kundër pushtuzëve serb e malazez. Nga lagja Gëqari në ardhë në të bu vend tubim ka qenë madhën Gec. Ke pas përleshje në policinë, kanë gjujt policia në cilë gjyshin në gjitha anë. Një djallë ka qenë magazimtar, ka qenë para me 20-30 metra, e thira thashtë vrajt, u këthy. Ndërkohë, në gjitha anë sulmoshëm nga Letësjelësit, ka qenë rëmuje vërtet, Letësjelës bëjt më bërritin vërtet të demonstruesve. Një djallë musim hije më dokët ka qenë krejtë sikur Fatmir Kërleshi, i cili e ka marrë shishe me benzinë dhe ka godit automjetin e policisë dhe ka shumë flaka lartë. Në qëtë moment e ka arë ato blinda, i ku pas të 4-5 gurë, kom gjujtë të jem përpjek me athy dritat, sepse ato dritat gotën e verbanin. Kanë gjujtë mas parë, kanë gjujtë drejtliseve që i kanë prish, ma vonë i kanë fut policia serbe. Kanë gjujtë drejtliseve, e kom marrë një person, e kom ngrit nërë, e kom thonë, këthej thashtë që tash gjujnë ne, i kom shtu 6-7 vetë me ta, edhe kene vrabut për e të rrugë. Ahmet Brovina kujton momentet e përleshjeve dhe ndërhyrjen e policisë. Ai rrëfen se rrugët ishin të mbushura me gaz lotësielës dhe njerëzit vraponin, por prap ktheheshin dhe bashkoheshin me protestuesit të tjerë. Kujtohet që një protest ashpër, forcat serbe në kudo në çdo që është rrugës, kështu që ora herikisht Fatmir Kërleshi dhe Gjevat Hoxha.
në parkin e Mallës Gecës. Më kujtohet ai rast, domethënë para se mu vra Fatmiri me Hoxhën, jemi konë me një sobë që ikem, qatë shumë ka pas gaz lotësjellës, sa që s'mëshim as frymë me marë. Mirë po detyruam më një shef, më një shtëpi, aty nuk më kujtohet ajo shtëpi në park Mallës Gecës, që di që ndje Fatmiri na ka qitë ka një sigarë para se me dalë edhe një herë, me i majtë edhe një protest. Na ka qitë ka një sigarë, jemi dalë, mirë po ata sërbë, në konë qaqë të revoltun, na kanë mësy me autoblend, jemi konë dyqy shtub të ikë, në Gushbi, jemi hi në Trogicën të xhamia në park Mallës Gecës, na kanë mësy me autoblend, na kanë njek, kështu që ne mi konë para Fatmirit edhe atit Hoxhës, atë më konë mas neve na e sa jemi hi me një derë, ka krisë me autoblend edhe i ka kapë, Fatmirin e ka kapë në shpinë. Shprenim revoltën tonë, dihet armë atëherë nuk kishim, por me gurë, me gjithë farmjetë e shfarë na vinte për dore. Atë natë barikadën e thyen forcat okupuese serbe, duke e qarë atë rrethimin, mu në lagjën Gecë u fut edhe autoblinda famkeqe, ku mu në atë Trogicën ishim një grup prej 50 veta, ndoshta edhe më tepër. Mirë po, ka emra shumë mund ta cekim. Gjevatin e mbajnë mend, Fatmirin e mbajnë mend, ka qenë dëshmori Bashkim Idrizi, dëshmori Emin Dana, ka qenë Dugaxhin Zhubi, ka qenë Ilir Bityqi, e shumë të tjerë që sot janë edhe jetojnë në mjesin tonë. Mirë po, çka mund të ceki ajo që ka qenë më mbartja e Kjerrit, e cila u mundsua, të cilën e provuan e qetëm në rrugë që të bëjmë të pamundën futin e autoblindës në rrugë. Mirë po ne mendonim që ai nuk do të gjunë atë mos me Gjevatin e me Fatmirin e kena kap Kjerrin, ku na kanë ndihmuar edhe shumë shok tjerë. Dhe në atë moment ka gjujt, kanë dhezë reflektorin dhe autoblinda ka fillu të shkrep mbi turmën e njerëzve. Ku edhe u kriju atë natë pati të plagosën, të vdekur, shumë në mesin tonë. Ngjarjet e asaj dite morën kthes tragjike, me plagosjen e Fatmir Kërleshit dhe Gjevat Hoxhës, të cilët më pas mbetën dëshmor të demonstratave të 31 janarit të vitit 1990. Është koll një makinë e policisë, aty ishin pjesëmarrës edhe Fatmir Kërleshi dhe Gjevat Hoxha, do të thotë në atë kohë isha i ri dhe nuk njisha me Fatmirin si me Allali, kur pas një kohë dëgjum që Gjevat Hoxha dhe Fatmir Kërleshi ishin plaguar. Gjevati vdes, kurse ma vonë, sipas informatave të vllaut, Barhilli, i cili punonte në kirurgji dhe ai ishte pjesëmarrës i protestave, tregoi tha se Fatmiri i kishte japë ndihmën e parë, por ata kishte kapë diku në Moshkri, që kishin gjuajtur me kalibrin e autoblindës 7.9. Në atë pas ditës, forcat serbe u agresuan dhe në një rrugicë aty afër parkut të Lagjës filluan të shtejnë artilleri të rëndë në mas. A ditë qëlluan Fatmirin dhe Gjevatin për vdekje, ndërka që edhe 2 të rinj Dugaxhinin dhe Bekimin, të cilët u plagosën shumë rënd. Megjithatë, përkundër kësaj u protestua deri në maksimum për të arritur qëllimet e veta edhe populli shqiptar në Kosovë. Ato ditë valën e protestave e kishin fshirë pothuajse çdo qendër të Kosovës. Dhe nuk kishin të ndalur, përkatësisht fund janari dhe fillimi i shkurtit të vitit 1990, pothuajse në çdo qendër të Kosovës kishte
shqiptar të vrarë nga forcat serbe. Gjithnjë sipas arkivës, ata kishin arritur të bartnin njërin prej të plagosurve dhe të kishin dërguar tek shtëpia Veli Bityqi, ku ndihmën e parë kishte dhënë zonja e shtëpisë. Ritafete Bityqi gjithashtu kujton edhe momentin kur i sollën të plagosurin në shtëpi. Ajo kishte treguar se gjithçka çfarë kishte ndodhur ishte shumë shpejt dhe kishin bërë çfarë kishin mundur për të ndihmuar trupin e të plagosurit. Kur kanë pru në korridor qëtu, krytja kanë lënë kaploqat, e konti ka pas të knejna. Dera e pudrumit u kone qelën, e plët rinijën kone aty se qiqin gaza lërët cjelës. Fatmiri ka pasën kuriz një plak sa thoni dorës, hiq ma tepër, edhe në ftyrë kone nëzi o, thëjke shkova, maroba. Thëjke ku jam? Thëjke t'jem këtë jam vish me se mlenin dur qkijeve. Deri sa u qëcu pak rruga, jam dalë ka dalë, kom këqyrë a ka polic, a s'ka polic, djem t'jem konë këtu, edhe plëtë në zanë ca në qëtësopin konë të këqyrë kaseta, gjaja se mi hup tragin shka janë ardhë. Kur kum pa që s'ka polic, se kanë marrë një plat, edhe kanë qitë këtë Fatmirin e Kërleshit, edhe kanë qu të kënej ka Bregi Brahës që i thojmë në mahal, në spital në infektive. Pi infektives në hirurgji edhe ka qenë kë Vula, Femi Vula, edhe ka punu me te shka ka punu, edhe ka ujnë këthy kë agron për të shoni, e kanë pa policia durt me gjak, kanë thonë shka. Thot jo, kur gjohë prejva pull, kanë thonë, ku e konë demonstrata, thot jo, ku jam i vranë, ku kësë jam i vranë. Veç pa ta punë që ashtu, e kanë që aty kanë lona, atyre kanë përcjellë për Prishtinë, kur njeva që ka vdekë. Ajo madje kishte ruajtur edhe sakon e Fatmirit si kujtim dhe dëshmi të asaj dite të rëndë. Kjo u konë jaknja Fatmirit, me qëto që ka plumi, po këtë vrim, që kjo vrim është e plumit. Edhe bashkë në kuriz këtu, e ka desh se ka pas ciklet, lyp kjo uj, i jep Shalimon, se e di që uj për plagë është i keq, e la këtu setrën e qunë djemë të në spital. Apet për sërës që nuk e di për shokon për i djemëve, veç të më kujtohen, edhe këto ku majtë si kujtim. Fatmir Kërleshi e Gjevat Hoxha mbetën ndër dëshmorët e parë të demonstratave në Gjakov. Sakrifica atyre u bë simboli qëndresës dhe rrugës drejt lirisë. Emrat e tyre u përmendën me respekt në çdo përvjetor. Arkiva e asaj periudhe tregon edhe vizitat në shtëpitë e familjarëve të dëshmorëve, ku dhimbja dhe krenaria përzieshin bashkë. Ferhat Kërleshi kujton dhimbjen e madhe të familjes, por edhe krenarin që Fatmiri kishte dalë për lirinë e vendit. Çdo protest ka qenë i parë, çdo protest, çdo aktivitet, demonstrat, të quja ta, a i ka qenë ndërparë. Kërë koha e autonomisë, marrjes autonomisë, padrejtësive tjera që bëjke Serbi ndaj popullit shqiptar, ndaj popullit Kosovës, vetëm të ke duhet me dalë, vetëm të ke duhet me dalë me protestu sa ma shumë. Se do më në marrë autonominë, do më në marrë drejtat, do më në marrë dojnë në alonë pa asni drejt. Ka qenë shumë i vendosur, shumë ka qenë si them një shpreje, i vendosur ndaj i lajmërike, shokëve, tjerëve, vetëm me protestu, vetëm me dalë. Armë nuk kena, do të luftoj me gishta, me gurë, me shatë kena, me dru, me hekra. Kër e marrët prej punës, a i ka qenë me nona, ka qenë në shtëpi me gjithë grunë te me liri. Edhe
kanë nejt atë ditë aty. Kanë bisedue, unë e kom pas fitoren, vajzën time, që e kanë gjitë aj emnin, kur ka lind. Kur ka lind vajza, vetëm më ka thonë Ferhat, a ka mundësi me ndërhyqë tu, unë do e kam një propozim, emnin du me janë gjitë une. Tha shani vlla, tha shta prishi, tha du me janë gjitë ja fitore, ja minatore. Se kjo është le me 25 dytit, 89 kërë ndalë minatorë për Zgafelës. Edhe unë që ja kumë prish, si ka dasht aj e kanë gjitë emnin. Dhe më thonë, Fatmiri ja kanë gjitë emnin fitore. Edhe a dit ka bisedu me nonen edhe me Lirin, me grunë teme. Ka pas një zingjirë në qafë, a i ka ardhë keq, mendimi jam, nuk e di që jam i sigur, e ka ardhë keq me lyp hallalëk nones, dhe mi ka thonë, e ka nxjerrë zingjirën edhe ja ka dhonë nones, ja ka lonin qafë, edhe ka për qafën në dy faqe. Dërsa grusja e me, ka thonë, Liria, ka mundësi 2 qeja, një qej me ma bo, e ja ka bo edhe dytin, edhe tretin, kur i ka pi, ka thonë, a ma bën halal, Liris, grusja e me. Ke ka thonë, shka pe fletë ashtu dhe din, po, zingjirën e hek për qafës, ja lem nones. Aja, tash në qatë moment, delaj. Nona, adin, i thot, Fatmir, ku për shkanë, thot, ka me dalë me punu. E gjonë, besoj që e ka gjithë alibin, arsëtimin, për me s'mi të rëgur nonës, po, edhe u dalë, u dalë me sigurin protestën. Ditën kritike me 31 prej banesës, unë e vi drejtën shpi. Këtu e gjoj motrën Friden. Edhe rrinë në Friden këtu, edhe Fatmiri aty. Tu bisedu, tongër drejk. Vinë turma protestave nga Mahalla Gëqaris e të kënej. Në atë moment në dalim dytë. Hajmu më ngrejnë. Në atë moment, më ngrejnë me zërë edhe më këthen mrena në shpi, e më shtynë, më ngrejnë me dur, që ka qenë i fuqishëm, edhe më shtynë. Thë të ktheu Ferhat ti, unë thash jo do marrë me ty. Tha jo, tha se edhe po të ndodhë dishka, tha unë jam i pa martun, nuk kam as gru, as mi, tha unë nuk do t'alo keq kërkom. Ndërsa, Myzafere Zeka kishte folur për ditët e vështira pas ngjarjes dhe për kujtimin që nuk u shua kurrë në familje. Rreth ëndrës më kujtohet që Fatmiri ka tregu nënës që e ka pa ëndrën malli Gecës, parku, ishte i mbushur me gjarpi, por edhe uji i trubullt. Dhe i tha nënës ktheva prej ujit, ika prej ati ujt, rash me një rrugis, edhe aty i shkon uj trubull dhe më kafshoj gjarpnin kom. E Besnik Koshi kujton se si e përjetoi rënd humbjen, por gjithmonë e mbajtën kokën larg, sepse gjithçka kishte të bënte me idealet kombëtare. Në momentin kër e ke marrë lajmin për vrasjen e Fatmirit, policia me gjithë agrestetin e vetë e rrafoj lagjen tonë. Kështu që neve nuk na met asnjë rrugë tjetër ku nuk jemi përveç ka muri, përmes shkallëve dhe bërtojshim prej shtëpisë në shtëpi, ka se ishim të rrethuar. Nëna e tij, e cila ishte një nënë shumë e madhe, me të marrën lajmin për vrasjen e Fatmirit, tha: "Djali im nuk ka shkuar për çështje të veta personale, por për çështjen e madhe kombëtare." Kjo të regon se edhe shpirti i tij ishte i ndërlidhur me shpirtin e nanës e tij, e cila ishte një nanë shumë e madhe. Mund të them lirisht sikur nana tjera, si për shembull që është nana e Yusuf Gërballa e nanave tjera trimnesha kosovare, të cilat i rritën fëmijët e vet në kauzën e madhe shqiptare. Sabah Hoxha kujdon se gjithë lagja ishte në zi atë ditë dhe se askush nuk kishte menduar se demonstrata do të merrte atë përfundim tragjik.
Gjevati gjithmonë nuk pajtohej me padrejtësitë e pushtetit serb, të cilat i bëshin popullit shqiptar pa ndërprej dhe dhuna nuk u ndërpreke me vitet e tona. Lajmin për vrasjen e vëllaut e mora nga një tezak imi, i cili po ashtu u mor nga forca serbe dhe më vonë është vrarë nga të njëjtit gjakator Avnis Spasi. Veli Bityqi, një qytetar i asaj kohe, kishte kujtuar respektin që komuniteti i Gjakovës ua kishte bërë në vitet e para dëshmorëve të 31 janarit. Po e panja 7 ditë. Kanë ardhë me 10.000 njerëz 30 vjetrit për mi ndëru. Edhe qirat jënë dhes këtu, edhe kena bo masazh ndërime, kurse kushia Ramiz Gexha i ka mojtë që ata që kanë najtë, roje 7 ditë me langje, me sene, me krejt. Edhe në kanë donë njëm, 30 edhe 2 vjetit kanë ardhë. E sot, Gjakova i kujton gjithmonë bijtë e saj, sepse historia këtij qyteti është histori qëndrese, sakrifice dhe kujtese, ndërsa qirinjtë të janarit vazhdojnë të ndizën çdo vit për të mos lejuar që ajo histori të harrohet.